pas përfundimit sa i konkretizuam idenë edhe më në detaje për takimin e radhës që do ta mbajmë me Tetovën, Preshevën, Ulqinin, Prishtinën dhe Tiranën, do me thonë me 26-27 nëntor këtij viti në Tiranë, ku jemi dakorduar që të jenë 5 fusha, të cilat do të jenë fusha të diskutimeve dhe shkëmbimit të përvojave. Dhe këtu kemi përfshi urbanizmin, inovacionin apo digitalizimin, mjedisin, transportin dhe investimin. Këto janë 5 fusha të cilat mendoj se kemi që ka mësojmë prej njëri tjetrit. Jam shumë impresionuar nga fryma që ke fut në komunë të Prishtinës. E kam vënë re ke gjithë kolegët, nga pastruesit në shkollë deri tek kryemjeku në qendrën shëndetësore, tek ata që punojnë për rigjenerim urban, tek ata që janë në terren. Edhe besoj që kjo frymë e pasionit vlen shumë më shumë se të ardhurat, financat apo gjithë infrastruktura që dikush mund vendosi në një punë tillë siç është kryetari i bashkisë së komunës. Kështu që të përgëzoj për këtë, edhe ka qenë ndoshta 24 orë shumë frymëzuese në këtë vizitë. Kur menduam edhe dje, në fakt, në prononcimin tonë të parë pati disa pyetje që askush nuk i shpëton në Shqipëri dhe në Kosovë për bashkim kombëtar, për Shqipëri të madhe, pyetje legjitime, po unë them që kur ne propozojmë që të bëjmë një takim të komunave ku jeton 1/3 e kombit tonë në rajon, unë besoj që kjo është shumë më praktike se të gjithë nacionalizmat që ne mund dëgjojmë.